mirë po erdhi kriza financiare dhe po nxirri në treg me transparencë me të gjitha. Kriza financiare viteve 2008-2009 e blokoi. Dhe unë nuk mund të them që ajo nuk ka ndodhur. Ka ndodhur, po ka ndodhur absolutisht jo për influenca politike, ka ndodhur për tërhequr biznesin ndërkombëtar. Kaq. Po kjo nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje se e leson Edi Ramën. Mos e bëj këtë. Se Edi Rama është një tani. Lerni se po bën gjithçka të shpëtoj, por në absolute data 24 ju që jeni këtu. Shko e thoni, po je burr që në zyrë. Shko e thoni. Thoni. I thoni, rri aty në zyrë për të popullin se po të vjen. Rri në zyrë, thuj. Ka mbaruar koha. Shkoni dhe ju me të... Okej, faleminderit. Fjalën e ka zoti Taulant Balla në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Fjalën kuvend janë dhe një mundësi e mirë për të identifikuar gënjeshtrat, të pavërtetat, edhe pse paktën vetëm po të dëgjoje dy folësit e fundit, kupton qartë që me çfarë opozite kemi të bëjmë. I pari, një djalë i ri nga një forcë e re politike, mori fjalën këtu dhe tha, mjekët në spitalet publike nuk kanë marrë pagat e dhjetorit. Bëra një verifikim dhe më rezulton që i gjithë fondi pagave në thesarin e shtetit për pagat e muajit dhjetor është i ezaruar 100%, pra nuk ekziston një që nuk ka marrë pagat. Tani kjo është e para. U çua këtu mjeshtri i gënjeshtrës dhe përmendi ish kryeministrin e ndjer Fatosnano për gjoja një bisedë apo një plan apo një projekt me Berlusconin për ishullin e Sazanit. Nuk ka pasur asnjë bisedë nga kryeministri Fatosnano për Sazanin. Por siç e ka zakon të gënjej për çdo gjë, për ndoshta për gjetur dhe alibi për vete, ja faturoj para arsit vet. Nuk e di ç'ka e bërë ti biseda me të për Sazanin, por me përgjegjësi të plot për shkak edhe të nderit të madh që kanë pasur të punoj pranë Fatosnanos, nuk ka pasur një bisedë tillë. Ja pra, dashur qytetar shqiptar, dy njerëz me diferencë të madhe moshe, me të njëjtën sëmundje, të pashërueshme të gënjeshtrës dhe të pavërtetës, ndërsa sa i përket atyre kërcënimeve të tua që ti do bësh hatan me datë 24, unë do ta kisha dhënë një përgjigje, por kam shumë respekt për kodin e etikës së kuvendit. Një gjë nuk kemi marrë ty në konsiderat, edhe kur na ke kërcënuar publikisht, senat dritare është një sniper që do të marri në ball këdo që do t'i afrohet kryeministrisë. E ke thënë ti këtë apo jo? Ti ke dalë dhe pastaj më rezulton që, më falni për shprehjen, je zbythur kur ke shkuar atje të deponosh, paktën siç raportojnë mediat, se ke thënë që ti s'ke dhënë në urdhër për qëlluar mbi popullin me 21 janar, po ti nuk di ç'ka bër Luli. Unë nuk di ç'ka thënë Luli, por një gjë do ta di Sali Berisha. Këtë forcë politike dhe ne që jemi këtu, ne pa e zbardhur
përgjegjësinë tënde sa i përket urdhrave për vrasjen e 4 shqiptarëve 21 janar, kjo forcë politike nuk ka për të tërhequr kurrë. Këtë ngulite mirë në mendje dhe nuk ka të bëjë thjesht dhe vetëm me 4 dëshmorë apo me shumë plagosur tjerë, po ajo ka të bëjë me një prej ngjarjeve më të rënda, nëse doni, në historinë e këtij vendi, e cila erdhi në fakt si një ripërsëritje, një përpjekje tjetër tënde për të qelluar mbi popullin. Në 1997 dhe urdhër avionëve të qellojnë mbi popullin e jugut dhe në 2011 dhe urdhër për qelluar mbi popullin opozitar në shesh. Kaq për këtë pjesën, se shoh një që dhe thonë që kur e ke bosh, e ke edhe bosh brenda, por sa i përket marrëveshjes. Nuk ka më nevojë për diskutime, besoj e morët edhe përgjigjen nga ana e kryeministrit, sa i përket shqetësimit tuaj pse kryeministri nuk është sot në Davos për ta firmosur, kryeministri do të jetë në Shtëpinë e Bardhë si mik i presidentit Donald Trump për të firmosur autorizimin që do t'i japi sot parlamenti. Kështu që tani sipas porosisë, edhe sipas vlerës dhe rëndësisë, kokën poshtë, dorën lart dhe votoni marrëveshjen. Faleminderit. Replik zoti Berisha. Me datën 20/2/2020, Target ose Mario Çela, me cilin parafolsi që duhet ishte sot i dënuar të paktën 40 vite për vrasjet që ka porositur me dokumenta, informon Pinin se kishin rënë dakord me tyre për që të mos kërkonin Taos këti këtu, të mos i kërkonin, dëgjojeni, bandës, as një tender publik, se ky merre me tendrat, as një tender publik, apo favore tjera përveç atyre që kishin rënë dakord të kërkonin. Ky mesazh ju përcull Taos dhe i dhanë afat gjerë në 10 orë. Dëgjojeni, është krau i kartelit të Çelës. Tao ju përgjigj kësaj, a garantoni që të gjitha ata njerëz që do të votojnë për ne nëse vendosin në listë ata që donin nga burgu. Dëgjojeni, gjëra kriminali është, ja ku ka vendin ky. Prisni. Përgjigja ishte, po, ne e garantojmë këte. Më pas, Tao tha Okej, mbaroj koha zoti Berisha. Zoti Redi Muçi kërkuar kërkuar fjalën për replik. Si çfarë një minutë mbaroj koha. Mbaro fjali e fundit. Dëshmohet se ka porosit vrasje. Dokumenti tjetër. Zoti Redi Muçi e keni. Jo një minutë, ka mbaruar fjala. Zoti Redi Muçi. Redi Muçi. Ja dhash 2 euro për...
si? Zoti Muçi keni fjalë, mund të flisni, jeni me mikrofon, Po. Mund të flas për çështja është që të dëgjohem pa. Unë i respektoj më të vjetrit, kështu që tani me qënë se Taulant Balla më quajti gënjeshtar në lidhje me pagat e dhjetorit të mjekëve, doja t'i tregoj pikërisht deklaratën e shoqatës infermierëve të Shqipërisë para 4 orësh në një kanal televiziv shumë pranë qeverisë, e cila përcakton faktin që po ua lexoj, e turpshme thot, punonjësit edhe kur s'marrin hakun heshtin nga presionet. Tani fakti që heshtin nga presionet ndoshta e trimëron zotin Taulant për të thënë që duhet të hani edhe kur e keni lugën bosh. Megjithatë, është realisht e turpshme që s'u paguani pagat mjekëve. Faleminderit. I lutem bëhuni gati procesin e votimit. Kalojmë në procesin e votimit. Hapet